Në qytetin e Vlorës vijojnë të ngjallin habi mënyrat se si realizohen ndërhyrjet publike në infrastrukturën rrugore. Shpeshherë ato kryen pa një planifikim të dukshëm, pa masa paraprake për menaxhimin e trafikut dhe pa marrë në konsiderat fluksin e lartë të automjeteve, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Një situatë e tillë është regjistruar edhe këtë të shtunë në një nga ditët më të ngarkuara të javës për qarkullimin në qytetin bregdetar. Rruga e Unazës së Vlorës, e cila shërben si një aks i rëndësishëm paralel me lungomaren dhe që ndihmon në shpërndarjen e trafikut, është bllokuar plotësisht për shkak të punimeve për asfaltimin e saj. Vendimi për mbylljen e rrugës pikërisht në fundjavë pas një njoftim të mëparshëm ka shkaktuar kaos në qarkullim. Situata është bërë edhe më problematike për shkak të fluksit të turistëve, si dhe të vizitorëve që kanë zgjedhur Vlorën për të kaluar fundjavën. Qytetarët kanë shprehur pakënaqësitë e tyre duke e cilësuar të pakuptimt bllokimin e një rruge kaq të rëndësishme në një periudhë kur qyteti përballet me lëvizje intensive. Punime të tilla duhet të ishin planifikuar gjatë ditëve të javës kur qarkullimi është dukshëm më i ulët dhe ndikimi në trafik do të ishte më i vogël. Edhe vetë punojësit e firmës që po kryen punimet kanë pranuar jashtë kamerës së televizionit 6+1 Vlora se koha e zgjedhur për ndërhyrje nuk është më e përshtatshmja. Sipas tyre, fundjava karakterizohet nga një fluks i lartë automjetesh dhe mbyllja e rrugëve në këtë ditë sjell vështirësi të panevojshme për drejtuesit e mjeteve, si dhe për banorët e zonës. Aktualisht në segment po kryhet gëryerja e shtresës ekzistuese të asfaltit, ndërsa më pas pritet hedhja e shtresës së re. Punojësit kanë bërë të ditur se asfaltimi do të hidhet pas rreth 2 ditëve, çka do të thotë se rruga do të mbetet e bllokuar si të shtunën ashtu dhe të dielën, por edhe në nisjen e javës së re. Ky fakt ka ngritur shqetësime të shumta mbi koordinimin nëpërmjet institucioneve përgjegjëse për kompanitë zbatuese. Ndërhyrje të tilla duhet të shoqërohen me një plan të detajuar menaxhimit të trafikut, si dhe me një kalendar punimesh që minimizon ndikimin tek lëvizja e automjeteve. Në një qytet si Vlora, çdo vendim që prek akset kryesore rrugore duhet të merret me kujdes të veçantë. Bllokimi i rrugëve kryesore pa alternativa të qarta dhe pa një koordinim efikas rrezikon të dëmtojë jo vetëm lëvizjen e qytetarëve, por edhe imazhin e qytetit si destinacion turistik. Për shumë qytetarë, situata e krijuar këtë fundjavë është një shembull i qartë i mungesës të planifikimit. Në këto kushte kërkohet që në të ardhmen punime të tilla të realizohen gjatë ditëve të javës ose në orare me trafik të reduktuar në mënyrë që të shmangen radhët e gjata të automjeteve, si dhe bllokimet e panevojshme të rrugës. Ndërsa punimet për asfaltimin e rrugës konsiderohen të domosdoshme për përmirësimin e infrastrukturës, mënyra dhe momenti i realizimit të tyre kanë prodhuar një situatë që cilësohet si absurde. Në një nga rrugët kryesore të qytetit mbyllet pikërisht në kulmin e fundjavës, kur dhe Vlora pret vizitorët dhe nevoja për qarkullim normal është më e madhe se kur.